Ju përshëndes gjithëve. Keni dëgjuar ndonjëherë për kohën fantazm? Ekziston një kohë kur mendohet që është fantazm. Ekziston, por nuk ekziston. Tani po ju tregoj një mister që askush nuk e ka zgjidhur deri sot, por është i diskutueshëm, ndonse disa mendojnë që e kanë ndur poshtë si hipotezë. Por unë do t'ju them se nga e mësova fillimisht, ju them të drejtën, ëh. Ishte viti 2013, po bëja regjistrimet për emisionin Enigma dhe me zor, i kërkova profesor Shirim Gjungës që të bënim një intervistë. Shirim Gjunga, për ata që nuk e din, ka qenë një nga albanologët më të rëndësishëm dhe të paktën kështu thuhet që ja punuan pikërisht pse ai në mënyrë shkencore thoshte për gjuhën shqipe, tregonte disa fakte të pakundërshtueshme dhe si përfundim doja t'ju thoshe që para disa viteve humbi jetën, vdiq. Tani me një sëmundje të keqe. Dhe po thoshja, pse po flas për Shirim Gjungën? Sepse profesori kisha 3 vjet që kërkoja që të bëja intervistë, ai nuk dëshironte të bënte një intervistë. Dhe në fund arritëm që të bënim intervistën. Kur bëm intervistën, pikërisht gjatë atyre orëve, ishte një moment pushimi, teksa bashkëshorti i tij po na përgatiste një kafe, më tha diçka dhe mbeta pa fjalë. Tha, historia është shkruar ashtu siç është dashur. Dhe unë kam prova, tha, të pakundërshtueshme që nga vitet 300 deri në vitet 800 historia nuk ekziston ose është krijuar, quhet koha e errët, thoshte ai. Unë nuk e kuptova fillimisht se çfarë më tha. Dhe e pyeta disa herë, pastaj më tha disa emra, por nuk më kishte thënë për këtë tipin Illig, për këtë Herbert Illig, që është një studiues gjerman. Më tha disa emra, unë për këtë nuk e mbaja mend, në fakt më kujtua, dhe doja që t'ju thoshja që më ndiqni me kujdes, është vërtet një mister. Nga viti 614 përafërsisht deri në vitin 911 sipas këtij studiuesit Herbert Illig, koha nuk ekziston. Çdo të thotë kjo, është formuar, është rregulluar. Pra në këtë periudhë kohe, që janë shumë vite, është rregulluar. Kurse do shkojmë prapë këtu te ky, por do flas për profesor Shirim Gjungën. Shirim Gjunga thoshte që janë 500 vjet. 500 vjet që janë është kërkuar që nga papa, thoshte ai, që të rregullohej historia. Mirë po, ka disa teori të ndryshme për këtë, do t'ju them të parën. Atëre, ju duhet të dini që nga viti, le të themi 300, përafërsisht, filloi krishtërimi. Dhe pas asaj date, që filloi që t'ishte, e keni parasysh, u bën gjithë ato lëvizje, gjithë ato rëmuja që të formoi krishtërimi, përveç se ishte themeluar, dhe u bën kryqizatat më vonë, etj. Dhe nga ato vite, pra nga fillimi i krishtërimit, pikërisht pra pas viteve, vitet 600, pas erëson, deri në vitin 900, si thot ky Herbert Illig, ky thot që nuk ekziston, nuk ka histori. Në këtë periudhë kohe, pra nga viti 614 deri në vitin 911 nuk ekziston. Ndërsa Shirim Gjunga thoshte nga viti 300 deri në vitin 500. Thot Shirim Gjunga. Më falni, 800. Nga viti 300 deri në vitin 800. 800 janë 500 vite parafërsisht. Mirë po, kurse ky tjetri, pra ky Gjermani, ky studiuesi gjerman, që ka hedhur këtë hipotezën në vitin 1994, mos gaboj, ai thotë që nuk ekziston, nuk ka ekzistuar asnjë lloj historie, sepse historia është formuar, thot, pas viteve 900. Në fakt, ç'është e vërteta, kishte disa teori, për shembull edhe të Carlo Magno. Carlo Magno ishte ai që thuhet që e formoi një pjesë të madhe, e di që dikush për Carlo Magnon mos e prekni si është në Itali, dhe do thot në njëri, jo mos, janë teori, ne po i diskutojmë, nuk diskutohet që mund edhe të gabojmë, sepse askush nuk ishte atëre. Por, do t'ju them diçka vërtet të rëndësishme. Për shembull, Silvestri II,
Oktavi i tret që ishte në atë kohë, kërkonin histori. Historia nuk ekzistonte. Pikërisht pra, sepse ata në vitet 1000, me qënë se bëj ose formoj viti 1000, do të silte një hovë të madh në mendjen e njerëzve për sa i përket besimeve. Dhe ndoshta nga kjo u krijua. Por ka disa të tjerë që thonë që nuk mundej të ekzistonte historia. Jo se nuk mundej, sepse ka dhe të tjerë që thonë që nuk ka ekzistuar fare. Me një fjalë, ne kemi bërë një hovë nga vitet 600 në vitet 900. Kjo është budallëk, sepse linja e jetës vazhdon, nuk mund të ndërpritet. Por, unë them këtë, si mundet që të shkruanin në një kohë kur nuk shkrueshin në libra, shkrueshin në për gur dhe në për pergamena. Këtë e dim shumë mirë. Pra, si mund të shkruesh historia? Ku do shkruaj? Në qoftë se shkruaj në për gur dhe në për lëkura gomari. Aq ishte. Me një fjalë, duhet të dini që për shembull, edhe tekstet antike, për shembull Bibla, Kurani e tjerë, kanë qenë libra të vegjël ose shkrime, jo libra, por shkrime të vogla. Për shembull në 20 gur, në 50 gur. Pra, shkrime të vogla që pastaj u shumëfishuan fjalët, u shumëfishuan fletët e tjerë. Por nuk ishte shkruar në për libra, sepse nuk shkruaj, ose shkruaj në për pergamena, pra në për lëkura gomari ose në për pergamena. Por pergamenat me se bëheshin, pikërisht pra për lëkure. Po them fillimisht, në kohët e lashta, sepse letra doli shumë vonë. Në qoftë se ne do të shikojmë se kur lindi letra në kin, atëherë do kuptojmë që lindi në kin për herë të parë, atëherë do kuptojmë që letra e përpunuar, që si bësh gjithë më përpara, një letër e trash, atëherë do kuptojmë që historia nuk mundej që të shkruaj më përpara. Pra, ajo pak histori që gjendej në atë kohë, që nga vitet 600 deri në vitet 900, si thoshte ky Illig, unë mendoj që është shkruar në gur dhe janë pak shkrime, si do ta shpiknin pjesën tjetër të historisë. Pra, ky është mendimi im. Dhe filluan që ta shpiknin dal nga dal, pra duke shkruar gjitha të pjesë nga 614 deri në 911. Sipas këtij Illig, pra Herbert Illig. Por unë mendoj që është ashtu si thoshte Çlirim Xhunga. Do t'ju them se përse. Sepse nga momenti që u themelua ose filloi që të krijojë krishtërimi, pra pas viteve 300, aty filloi zhvillimi i njeriut, duke filluar nga viti 300 e përpara. Dhe unë mendoj që nga viti 900 filluan që të flisim, sepse që nga viti 800 filluan që të flisim për Carlo Magno. Dhe shkrimet e para të Carlo Magnos, këto janë të vërteta, me fjalë janë gjetje të bëra në muze, të studiuara, të testuara, që janë të viteve 1000, gjithmonë 1000, nga vitet 817, 800 sa. Megjithatë, atëherë kjo më bën të mendoj që Çlirim Xhunga ka të drejtë që nga vitet 300 deri në vitet 800 nuk ka një histori, pra nuk ekziston historia. Historia u formua. Tani pse po flasim për këtë? Sepse që nga jo kohë, kur u krijua historia, u krijuan edhe jo shtetet, por zonat, si mund të quhet, zonat e shumë vendeve. Dhe ne sot mbahemi pikërisht nga ajo histori e bërë nga vitet 800, 900. Pra ai është fillimi i historisë, sepse të gjitha ato që u mblodhen më përpara, çfarë ishin për shembull që flitet për edhe për Homerin. Flitesh për Homerin, që ishin disa thënie të Homerit të shkruara në disa vazo, kështu kanë qenë më përpara, nuk ishin, me fjalë, ishin gojdhëna të popujve dhe pastaj të zonave, dhe pastaj u shkruan në disa vazo. Aty u gjetën pas viteve 60-70 para erës sonë. Pra, ashtu si thash dhe më përpara, unë mendoj që nga vitet 300, duke mos patur mundësi që të shkruanin, atëherë i shkruajtën
pas viteve 900, mendimi im, dhe e formuan historinë nga 300 deri në 800 duke shkruar në vitin 900. Dhe kjo bëri që ne të kemi një histori të vazhdueshme. Ky është mendimi im. Ju çfarë mendimi keni? Në sintezë, për ata që ndoshta nuk e kuptuan. Pra, nga vitet 300 thot Shërim Xhunga, thoshte, nga vitet 300 deri në vitet 800 nuk ekziston. Historia është formuar më pas, pra pas viteve 800. Por njëkohësisht edhe Herbert Illig thot të njëjtën gjë, një studios gjerman, por ky studios i gjerman e thoshte këtë hipotezë në vitet 90 dhe thoshte nga viti 600 deri në vitin 900 nuk ekziston historia dhe u formua pas vitit 900. Tani, nëse kjo është e vërtetë, atëherë ne mund të supozojmë që historia nuk është ashtu siç na i kanë treguar, sepse e kanë shkruar si kanë dashur, apo jo, njëkohësisht edhe për historinë e Shqipërisë, pra të trojave shqiptare. Por kjo ndodhi më vonë, sepse është shumë komplekse historia, shumë komplekse, sepse e kanë bërë siç kanë dashur me të vërtetë, sepse vendet e mëdha janë munduar që ta shkruajnë dhe kanë lënë disa gjurmë, por vendet e vogla si mund të linin gjurmë? Ne, i vetmi njeri që la gjurmë ishte vetëm Skënderbeu. Të tjerë ishte vështirë që të linin gjurmë. Pra, kjo tregon që vendet e vogla ishte e pamundur që të shkruanin historinë e tyre. Dhe u formua nga gojdhënët, nga ata që kaluan aty dhe folën për këto mite ose këta njerëz. Ju si thoni, kam të drejtë apo jo? Pres komentet tuaja është një sintezë e vogël sepse për të treguar që historia është mjaft komplekse dhe ne nuk e dim fare historinë. Megjithatë, ditë të mbar sot ditë shiu, ju përqafoj, kalofshi bukur.